njerëzimi në përgjithësi nuk ka qenë ai I cili ka ndjek rrugën e drejtë dhe rrugën e vërtetë. Andaj gjithherë ka qenë e nevojshme që t'u dërgohet atyre pejgamber. Edhe numri I madh I pejgamberëve na tregon për këtë realitet. Madje Allahu subhanahu wa taala në ajet koranor na tregon të vërtetën e kësaj ku thotë wa in tuti akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Nëse e ndjek shumicën, ti do të devijosh nga e vërteta. Wala tajidu akthar nasi domethënë walau harasta bimu'minin, edhe shumicën nuk do të gjesh të udhëzuar, edhe nëse kujdesesh, thot Allahu subhanahu wa taala të dërguarit e tij. E kështu me radhë, domethënë ajetet të cilat na përshkruajnë një të vërtetë të tillë. Pikërisht për shkak të kësaj, Allahu subhanahu wa taala ka dërguar pejgamber. E pastaj ka bërë njerëz të cilët I kanë ndjek ta pejgamber në trashëgimin pejgamberike, por në trashëgimin e misionit të pejgamberëve, e që është roli I po themi palës tjetër, I grupit tjetër, pavarësisht sa janë ata, shumë ose pak, që të jenë ruajtësit e besimit, ruajtësit e vlerave, ruajtësit e natyrshmërisë së njeriut. E roli këtyre gjithmonë ka qenë ai që Zoti xhaleshanu e ka përcaktuar në Kur'an, madje me urdhër të prerë, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Thot Allahu xhaleshanu dhe le të jetë gjithsesi një grup për juve. Le të jetë një grup, madje edhe në mesin e besimtarëve, edhe në mesin e po themi atij rrethit të besimtarëve duhet të jetë një grup I cili është gardian I të mirës, ruajtës I këtyre vlerave dhe përhapës I këtyre vlerave. Madje khajriyetul umma, domethënë ajo veçuria e këtij ummeti, pra ummetit e pejgamberit alayhis salatu wasallam, nuk është ata janë arab, as nuk janë se ata janë flasin gjuhë caktuar, apo kanë racë caktuar, apo kanë prejardhë caktuar, ose kanë domethënë përparësi caktuara. Allahu subhanahu wa taala e ka përcaktuar në ajet Kur'an kur thotë kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Jeni populli më I mirë, grupi më I mirë, ummeti më I mirë që keni dalë për njerëzit. Çka e bën më të mirë këtë ummet? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ju urdhëroni të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Por roli I këtij grupi të vogël ose të madh, pavarësisht sa, gjatë historisë dhe I neve sot dhe I çdo kujt që do të vijë deri në kiamet, a janë pak ose a janë shumë nuk është më rëndësi, është më rëndësi nëse janë bartësit e vlerave, bartësit e moralit, bartësit e besimit, këta duhet të jetë përhapja e këtij besimit.